Fati troket në derën e këtyre shenjave dhe nuk kthehet më pas. Shumë njerëz kalojnë vite duke pritur një shans. Dhe kur ai shans vjen, shumica nuk e kuptojnë menjëherë. Por energjia e këtyre ditëve është ndryshe. Për 4 shenja të zodiakut, universi po lëviz në mënyrë të pazakontë. Një derë që ka qëndruar e mbyllur mund të hapet. Një mundësi që duke e humbur mund të rikthehet. Një person që duke i larg mund të afrohet pa pritur. Dhe ajo që e bën këtë periudhë kaq të rëndësishme është se këto mundësi nuk do të presim pafundësisht. Prandaj shiko videon deri në fund, sepse shenja e fundit është ajo që merr energjinë më të fortë dhe surprizën më të madhe nga të gjitha. Ujori. Për ty, fati nuk po vjen me zhurmë. Ai po afrohet përmes një ideje, një bisede ose një mundësie që në fillim mund të duket e zakonshme. Pikërisht këtu qëndron forca e kësaj periudhe. Një situatë që duke i parë rëndësi mund të fillojë të marrë peshë dhe të tregojë se disa gjëra po ndryshojnë në favorin tënd. Në punë, një mendim që e kishe lënë pas mund të kthehet në zgjidhjen që po kërkoje. Në financa, mund të shfaqet një drejtim që të jep më shumë siguri për të ardhmen. Në jetën personale, një komunikim mund të sjellë qartësi që mungonte prej kohësh. Mos e nënvlerëso atë që duket e vogël. Fati yt këtë herë nuk troket me forcë, ai troket me zgjuarsi. Nëse arrin ta dallosh në kohë, mund të kuptosh se po hyn në një fazë shumë më interesante nga sa e kishe imagjinuar. Akrepi. Ka situata që kanë qëndruar në hije për shumë kohë dhe tani duket se po afrohen drejt momentit të tyre. Për ty, fati mund të vijë përmes një zbulimi, një informacioni ose një mundësie që të tjerët nuk e shohin ende. Kjo është arsyeja pse duhet të jesh shumë i vëmendshëm. Në punë, një zhvillim i vogël mund të ketë ndikim shumë më të madh se sa duket në fillim. Në marrëdhënie, një person mund të tregojë qëllime që nuk i kishte shprehur më parë. Mos e shiko vetëm atë që ndodh në sipërfaqe. Forca jote është aftësia për të kuptuar atë që fshihet pas ngjarjeve. Pikërisht aty mund të gjendet mundësia që po të afrohet. Nëse arrin të mos reagosh me nxitim dhe të shohësh situatën me qetësi, mund të përfitosh nga një rast që nuk vjen shpesh. Demi. Ti je mësuar të ndërtosh gjërat me durim, por këtë herë universi duket se po përgatit një shpërblim për atë durim. Një mundësi që lidhet me stabilitetin, sigurinë ose të ardhmen mund të fillojë të bëhet më reale gjatë kësaj periudhe. Në punë, një derë që duke e mbyllur mund të hapet pa pritur. Në financa, një ide ose një zhvillim mund të krijojë më shumë siguri për muajt që vijnë. Në jetën personale, një person mund të tregojë më shumë interes se sa kishe menduar. Mos e lër frikën e zhgënjimit të pengojë të shohësh atë që po ndodh. Fati yt këtë herë lidhet me aftësinë për të besuar se meriton më shumë. Nëse arrin të mos dyshosh tek çdo mundësi që shfaqet, mund të kuptosh se po afrohesh drejt një periudhe shumë më të favorshme. Shigjetari. Nëse ka një shenjë që duket sikur po afrohet drejt një dere të madhe, ajo je ti. Energjia jote është më e forta e kësaj videoje, sepse mundësia që po afrohet nuk lidhet vetëm me një ngjarje të vetme. Ajo mund të ndikojë në drejtimin e gjithë muajit. Një lajm, një takim, një propozim ose një zhvillim i papritur mund të bëjë të kuptosh se universi po të shtyn drejt një kapitulli krejt tjetër. Në punë, mund të shfaqet një mundësi që të jep më shumë liri ose më shumë perspektivë. Në financa, mund të fillosh të shohësh rezultate që deri tani kanë qenë vetëm pritje. Në marrëdhënie, një person mund të tregojë ndjenja ose qëllime që ndryshojnë krejt atmosferën. Gjëja më e rëndësishme është të mos qëndrosh në pritje. Fati po troket, por nuk do të qëndrojë pafundësisht pas derës. Sa më shumë ti besosh vetes dhe të lëvizësh kur të vijë momenti, aq më shumë do të kuptosh se kjo është një nga ato periudha që mund të ndryshojnë shumë gjëra njëkohësisht. Nëse kjo video të ndihmoi ose mendon se mesazhi lidhet me ty, mos harro ta mbështesësh videon duke vendosur një like.
Shkruaj edhe një koment më poshtë dhe për këtë video shkruaj fjalën fati nëse mendon se kjo energji lidhet me ty. Nëse dëshiron të marrësh çdo ditë parashikime dhe mesazhe astrologjike, bëj edhe subscribe në kanalin Zëri i Universit dhe aktivizo njoftimet. Gjithashtu, mund ta shpërndash këtë video me dikë që mund të ketë nevojë ta dëgjojë këtë mesazh.